Është Bislimi, sekretari i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, me cilin do të flasim për zhvillimet e fundit dhe për plasjet sa i përket ndërhyrjeve dhe puniveve, e mënyrën se si i ka vazhduar dhe ka tentuar t'i vazhdoj investimet kryetari i Komunës së Prishtinës Parim Rama në zonat ku preken edhe hapësira dhe zonat e trashëgimisë kulturore. Atëherë, zoti Bislimi, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se ju kemë gjetë, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni sot me ne. Zoti Bislimi, janë diku 3 projekte apo jo për cilat janë ndaluar nga ana e inspektoratit për shkak të mënyrës se si janë zhvilluar punimet pa leje dhe të ndërhyrjeve në zonat e hapësirat të trashëgimisë kulturore. Flasim fillimisht për këtë të fundit për sheshin Gjergj Bush. Çka ka ndodhur dhe mbi çfarë baze janë ndaluar punimet aty? Si arsëtohet? Sikurse dihet dhe kemi sqaruar publikisht, sheshi Gjergj Bush, ose pjesërisht sheshi Gjergj Bush, sepse jo i gjithë sheshi është në regjim mbrojtës si zonë mbrojtur e trashëgimisë kulturore, në bazë ligjit për trashëgimi kulturore, është përfshirë në këtë regjistër në vitin 2020 dhe ka vazhdu të qëndroj si aset i trashëgimisë kulturore vit pas vit, me vendimet e ministrave të kulturës, rinisë dhe sportit deri më tani. Ligji për trashëgimi kulturore për çdo ndërhyrje në asete ose zona mbrojtëse që nënkupton edhe në kufirin e sheshit Gjergj Bush, i cili përfshihet në zonë mbrojtëse, kërkon leje ose pëlqim nga institucioni kompetent, këtë rast është Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Komuna e Prishtinës, para se të zhvilloj procedurat e prokurimit për të ndërhyrë në këto zona, jo vetëm Komuna e Prishtinës për çdo palë, por në këtë rast Komuna e Prishtinës me që është palë, është dashur që të aplikojë në institut për të marrë kushte fillimisht, kushtet e zhvillimit të projekteve, kushtet cilat bazohen parimet e konservimit, të punohet varianti i propozuar i komunës për ndërhyrje, të shqyrtohet nga Komisioni Profesional Shqyrtues i Institutit Kosovës për mbrojtjen e monumenteve dhe më pas të aprovohet leja me vendim. Sepse kështu e thot ligji dhe kështu zbatohet ky regjim mbrojtës, këtu e më shumë se 7. Dhe instituti nuk ka qenë fare njoftuar që do të ketë aty punime dhe do të ketë një projekt, do të ketë ndryshime? Ata pa i marrë pëlqimet, pa i marrë lejen, e kanë zhvillu projektin dhe e kanë prokuru projektin, kanë lidh kontrat për një projekt i cili ende nuk i ka pas të gjitha parametrat ligjor të përfunduar. Me fjalë tjera e kanë shkel ligjin. Kanë shkel ligjin për trashëgimi kulturore dhe në rrjedhimisht kanë shkel edhe ligjin për prokurim publik dhe ligjin e menaxhimit financa publike, derisa kanë futur nën kontrat një projekt i cili ende nuk është i aprovuar nga institucionet kompetente. Pasi e kanë bërë këtë veprim, ata kanë fillu punën dhe inspektorati fillimisht kanë ndërmarrë masën e ndalimit punimeve, ashtu siç e ka mandat të përcaktuar në ligjin për trashëgimi kulturor dhe në rregulloret përkatëse të punës së këtij institucioni. Komuna e Prishtinës më pas ka bërë një aplikim formal në KPSH pas ndalimit punimeve dhe KPSH, ose Komisioni Profesional Shqyrtues i Institutit Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, i ka lëshuar rekomandime se si të hartohet ky projekt. Pra nuk e ka ndalu projektin, por i ka vendos disa parametra, disa parakushte, cilat duhet të respektuar. A ka shumë parakushte, a dihen këto parakushte? Dihen, janë publike, janë publiku dhe janë të zakonshme, janë parimet konservimit, lidhen me materialet, lidhen me strukturat që janë propozuar për të vendosur në shesh dhe para monumenteve, si që është rektorati dhe si që është ish-ndërtesa Radio Prishtinës, dhe Komuna Prishtinës në vazhdim në vend se ti përfil ato rekomandime, ta revidoj projektin sepse ja lejon ligji prokurimit. Sa ko janë në këto rekomandime? Ka pasur kohë ti marrë parasysh të rekomandime dhe të vazhdoj bazuar në këto rekomandime? Rekomandimet nuk ka shumë kohë që janë formalizu dhe janë dorëzu Komunës Prishtinës, mund të jenë 3 javë ditë, nëse nuk gabohem. Mirë po Komuna Prishtinës në vend se të ulet dhe të revidoj projektin, sepse ja lejon ligji për prokurim publik që ta revidoj projektin, ata kanë zgjedhur që mbi këto rekomandime, përkundër masës së ndalimit punimeve, nga ana e inspektoratit, të vazhdojmë punët në sheshin Gjergj Bush pa leje. Domethënë është projekt pa leje. Duhet të thënë shumë qartë. Dhe zoti Bislimi, përpos këtyre rekomandimeve, komuna gjithashtu do duhet ma leje, apo jo, tani për të vazhduar këto punimet? Tjetër që duhet ketë leje të shkruar nga institucioni kompetent për të ndërhyrë në këtë zonë mbrojtëse. Ata në vend kësaj kanë zgjedhur që të shkelin ligjin dhe për më tepër të bëjnë akuza në drejtim të institucionit të administratës së Ministrisë Kulturës për ndërhyrje politike gjëra tilla,
Ani pse aty ka njerëz në komunën e Prishtinës dhe gjithandej që e kuptojnë shumë qartë që këto rregulla ne kemi zbatuar gjithmonë, këtu e më shumë se 17 vite më parë. A ka qenë zyrtarët e komunës njoftuar për këtë, edhe për këtë kufirin e trashëgimisë kulturore, për këtë qendrën historike të Prishtinës, tani sepse po thonë që është edhe draft, nuk është zyrtar? Jo, nuk është draft. Draft është plani menaxhimit. Jo vendimi për vendosjen e qendrës historike të Prishtinës në listë trashëgimisë kulturore për mbrojtje të përkohshme. Kjo nuk është draft, kjo është vendim. Vendimin e parë për t'i dhënë këtë status e ka nënshkruar Vlora Domoshi, ish ministri i Kulturës, Lëvizjes dhe Sportit, në vitin 2020. Propozimi, koncepti i QHP-s, qendrës historike të Prishtinës, është zhvilluar në vitin 17, 18, 19, ndërsa regjimin mbrojtës e ka marrë në vitin 2020 me vendimin e zonës Domoshi. Pas atij momenti, zona është edhe e hartëzuar, do të thonë është edhe e kufizuar, është e qartë, dihet dhe Komuna e Prishtinës përmes Drejtorisë së Urbanizmit ka qenë e informuar vit pas viti që ky aset po përfshihet në zonë të mbrojtjes. Dhe mundet kështu gjatë gjithë kohës vit pas vitit të futet si zonë mbrojtëre e përkohshme apo si? Natyrisht, procesi i listës përkohshme për trashëgimi kulturore është proces që i paraprin listës përhershme për trashëgimi kulturore. Ne në vitin 2015 kemi pas 0 asete të listuara në listën për trashëgimi kulturor për mbrojtje të përhershme. Nga ai vit deri tani kemi afër 93 asete që i kemi transferuar nga lista përkohshme tek lista e përhershme. Dhe ky proces është i vazhdueshëm. Dhe për aq kohë sa zgjat ky proces. Ky është një proces i dokumentimit të vlerave të aseteve të listuara në 2 listat, përkohshme dhe të përhershme. Derisa përfundon një proces i inventarizimit i plotë, siç e kërkojnë standardet profesionale dhe ligjore të rujtjes dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, aseti transferohet në listën e përhershme. Prandaj ky është një proces në varësi të kapaciteteve që i ka jo vetëm ministria, por dhe institucionet varëse në radhë parë të Ministrisë Kulturës së Sportit, pastaj Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturor, i cili është institucion që bën vlerësimin dhe dokumentim dhe mbikëqyrjen e dokumentimit vlerave të propozimeve për mbrojtje të përhershme. Pra ky proces është i vazhdueshëm dhe nuk ndalet deri në momentin që institucionet vendosin për një aset nëse i plotëson kriteret për të përfshirë në listën e përhershme apo për të nxjerrë nga regjimi mbrojtjes. Dhe në anën tjetër, si sqarohet ky insistim i komunës dhe vetë kryetarit Rama që ta vënë në dyshim edhe këtë kufirin e trashëgimisë kulturore dhe po thotë që është këtë çështje politike tani kjo. E para një herë duhet kuptuar qartë të gjithë qytetarët, opinioni publik, institucionet. Komuna e Prishtinës nuk është autoritet që kontrollon vendimarrjet dhe ligjshmërinë e vendimeve të ministrave të qeverisë ose në këtë rast ministrave të Kulturës, Rinisë, Sportit. Këtu kur po flas për ministrin e Kulturës, Rinisë, Sportit, nuk po flas për persona, po flas për funksionin. Po e përmendi edhe një herë që të gjithë ministrat nga të gjitha partitë politike që kanë ardhur dhe e kanë drejtuar Ministrinë e Kulturës e kanë zbatuar këtë regjim mbrojtjes saktësisht në këtë mënyrë, në këtë procedurë, në këtë rrugë pa asnjë ndryshim. Dhe në këtë rast duhet ta sqaroj që Komuna e Prishtinës nuk duhet t'i jap vetes autorizime edhe autoritet e as të drejtë që të flas publikisht nëse një vendim i Ministrisë Kulturës, Rinisë, Sportit është apo jo i lehtëshëm, sepse ai institucion nuk ka kompetencat kontrollit administrativ apo ligjor apo gjyqësor mbi këto vendime. Nëse Komuna e Prishtinës beson se vendimet e ministrave të Kulturës, Rinisë, Sportit për listën e përkohshme për trashëgimi kulturore janë të palegjshme dhe nuk duhet zbatohen, ata mund ta referojnë këtë çështje në konflikt administrativ në gjykatë. Nëse kemi ne një vendim gjykate nga një gjykat me kompetencë lëndore territoriale, siç e përcaktojnë kushtetuta dhe ligji, për paligjshmërinë e këtij vendimi, atëherë ne e zbatojmë atë vendim si administrat në mënyrë absolute. Deri në këtë moment ne nuk kemi absolutisht një vendim të tillë dhe gjithë zhurma e komunës Prishtinës që po ndodh në publik dhe për fat keq që po sulmohet jo vetëm udhëheqja e ministrisë, por administrata e ministrisë në radhë parë për punën e vet për cilën sipas ligjit është e obliguar ta zbatoj, është një veprim i paprecedent, nuk kemi ndesh, asnjëherë ne kemi pas përplasje, moskuptime, konfrontime zyrtare, ligjore edhe me Kishën Ortodokse Serbe. Kemi pas edhe me Bashkinë Islame, kemi pas edhe me komuna tjera, mirë po kjo formë e reagimeve dhe e kontestimit të autoritetit ligjore, institucional të MKRS-s, të Inspektoratit, të Institutit Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, është e paprecedent, është e papranueshme dhe si udhëheqësi i administratës në Ministrinë e Kulturës,
për mua kjo është shpreh fare qartë një përpjekje për ta kamuflu një vonesë në ekzekutimin e projekteve, ose një përpjekje për gjithë një fajtor kujdestar pse këto projekte nuk po ngecen. Ne nuk po e bllokojmë komunën e Prishtinës, komuna e Prishtinës po bllokon vetveten, sepse komuna e Prishtinës po refuzon që të marrë lejet e nevojshme cilat marrin kërkojnë kohë këto shqyrtimi këtyre lejeve, apo a mund të ketë arsye prapa mos kërkesës së tyre për të mos marrë ose për të mos aplikuar për leje? Edhe po të kishin arsye, edhe po të kishin ndikime politike, do me thonë procedurat parashohen mekanizmat kontrollit. Është shkalla e dytë e kontrollit administrativ, nëse shkalla e parë supozohet që ka vendos gabimisht, ne nuk ja kontestojmë drejtën komunës Prishtinës që të mos pajtohet me vendimet e IKMM-s. Mirë po, komuna Prishtinës duhet të ankimoj atë vendim dhe të na ndihmoj edhe neve të shohim se ku i kemi problemet. Por komuna Prishtinës nuk po e bën këtë. Dhe pse s'po e bën? Nuk po e bën sepse nuk po dëshiron ta zgjidh problemin. Ata dëshirojnë që të krijojnë konfrontime në terren me qëllim që këtë përdoret politikisht. Mirë po, keqpërdorimi i autorizimeve ligjore, i ligjit për trashëgimi kulturore, i vetë vlerave të trashëgimisë kulturore, i institucioneve të administratës. Administrata ka punu me gjithë ministrat, me gjitha qeverit, është e njëjta strukturë, nuk ka ndryshuar asgjë, është e papranueshme dhe është keqpërdorim i aseteve edhe të mirave publike të këtij shtetit, të këtij vendi. Ne kështu e shohim, sepse ne vazhdimisht po kërkojmë nga komuna e Prishtinës që të ofrohet për bashkëpunim, mirë pa ata refuzojnë, parapëlqejnë që të bëjnë skena për të Dhe thoni, ende nuk ka një kërkesë nga ana tyre për leje. Jo, ata kanë marrë rekomandimet për plotësim projektit në rastin e George Bushit, nuk i kanë përfill. Ata kanë marrë 15 rekomandime precize, konkrete për sheshin Agim Ramadani, nënkalimin, projektin e nënkalimit që tashmë po përfolet publik, por nuk e kanë respektu asnjërin nga ato. Çka ka ndodhur me këtë rrugën Agim Ramadani? Ku është problemi me këtë rrugë? Pse është kthyer projekti? Ata kanë propozuar një zgjidhje të projektuar. Do të thonë dhe komisioni sipas mandatit vet ka bërë kërkesë aty. Duhet të jem krejtësisht i hapur dhe i qartë me faktet. Komuna e Prishtinës ka bërë kërkesë për marrje të pëlqimit, komisioni ka marrë në shqyrtim projektin dhe e ka konsideruar zgjidhjen e propozuar nga komuna e Prishtinës të papajtueshme me parimet e konservimit. Vetëm kaq, e ka konsideruar të papajtueshme me parimet e konservimit dhe ja ka dhënë vërejtjet. I ka 15 vërejtje nga shkolla e dytë që kjo pikë nuk është e punuar dhe nuk është e projektuar sipas parimeve të konservimit. Ata në vend se të ulen dhe të bëjnë rishqyrtimin e kërkesës, bëjnë skenan publik. Unë besoj që kjo është më shumë përdorim politik i administratës së MKRS-s, i papranueshëm gjithsesi. Betejë politike le të bëhet mes partive politike, mes niveleve politike. Të thoni që nuk do të marrë leje as për rrugën Agim Ramadanit nëse vazhdojnë në këtë formë, apo jo, pa i plotësuar kriteret? Jo, ata duhet plotësojnë kriteret, pa i plotësuar kriteret nuk mund të ketë leje, sepse edhe ne shkelim ligjin pastaj dhe shkelim parimet e konservimit, dhe dihet se një ndërhyrje që nuk respekton këto kritere, është qartë azi e dokumentueshme që atakon direkt asetet e ekzemplaret e trashëgimisë kulturore që gjenden në atë zonë. Dhe gjithashtu ka pasur probleme edhe me projektin e ishullit urban, Arbëria, apo jo? Ku është problemi me këtë projekt? Duhet ta shpjegoj pak më gjatë këtë çështje, sepse edhe këtu ka pas një hudhje pa kursim të hisyve që thonë publikut. Unë besoj që kjo përpjekje për të manipuluar publikun në Prishtinë nuk do të duhet funksiononte në Prishtinë, paktën njerëzit qytetarët e kuptojnë shumë qartë rëndësinë e trashëgimisë, të kulturës, të ligjit, gjitha dhe nuk besoj që do të hyjnë punë dikujt kështu në këtë formë se si po provohet, megjithse kjo nuk është një çështje që neve fort na intereson, neve na intereson detyra jonë zyrtare e përditshme për cilën na obligon ligji. Te ishulli urban, ky projekt ka filluar diskutimin mes Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit në vitin 2021 dhe 2022. Në atë periudhë, bashkëpunimi mes Komunës Prishtinës dhe Ministrisë ka qenë jashtëzakonshëm dhe i afërt. Propozimi për ndërtimin e ndërtesës së teatrit, të operës dhe të baletit në hapësirën afër Pallatit Rinisë tek parkingu ku shfrytëzohet aktualisht, ka ardhur si kërkesë e vetë kryetarit të komunës, zotit Rama. Në atë periudhë, gjatë hartimit të dokumenteve për tenderimin ose për prokurimin e projektit për teatrin, operës dhe të baletit që së fundmi nënshkruam, vetë kryetari përparim Rama e ka pranuar detyrën projektuese nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe i ka dhënë propozimet e tij se si projekti për Tubin të zhvillohet në një formë e cila nuk e pengon
projektin e ishullit urban. Dhe më thënë, vetë përparim Rama ka thënë në këtë formë propozoj që të zhvillohen të dy projektet, sepse në këtë formë mund të zhvillojmë të dyja. Dhe çfarë ka ndodhur më pastaj, sigurisht me këto dinamikat e përplasjeve politike, kjo tregon që është politike, pra është politike nga ana e tyre, pra më shumë se sa nga ana e ministrisë. Ata e kanë prokuruar një projekt i cili është në kundërshtim me atë detyrë projektuese ku vetë përparim Rama ka punu përparim Rama ose drejtorit e tij, po i kërkoj falje kryetarit që domethënë nënvizoj si jamën, po gjithmonë fjala është për pozicionin e kryetarit. Domethënë ata e kanë shkel edhe vetë atë propozim të detyrës projektuese i dakorduar mes komunës dhe ministrisë, me që rast e kanë vënë në rrezik zhvillimin e projektit të teatrit, të operës dhe të baletit, ani pse ata vetë Ministrisë Kulturës ja kanë ndarë në shfrytëzim afatgjatë parcelën për ndërtimin e këtij institucioni. Imagjinojeni tash, vetë Kuvendi Komunal, asamblesët e Kuvendit Komunal të Prishtinës votojnë për dhënien shfrytëzim afatgjatë Ministrisë Kulturës të parcelës dhe ekzekutivi i komunës e shkelat edhe atë vendim përveç rregullave, kritereve, standardeve trashëgimisë dhe i mbi vendoset me atë projekt. Kjo është arsyeja pse është ndaluar projekti. Kjo është vetëm njëra për arsye apo arsyeja kryesore? Kjo është njëra ndër arsyet. Domethënë njëra ndër arsyet ose situata është kështu. Mirë po, projekti i cili domethënë është sill domethënë në komisionin profesional shqyrtues, projekti jo tash ai dakorduar i 2022-s, po ky i zhvilluar në anshëm nga komuna e Prishtinës, ka përmbajt edhe cenim të shumë standardeve, kritereve tjera që e bëjnë të pamundshëm realizimin e tij. Si për shembull? Po si për shembull është, sa e diun, ka pas vrejtje në volum, ka pas vrejtje në eventualisht, se nuk e di tash me detaj, po më duket që ka pas vrejtje edhe tek materialet dhe tek vetë forma se si është projektuar që të ngjitet ose të ngjitet asetet mbrojtur trashëgimisë kulturore, platoja nga ish lagja Dragodani, domethënë në Arbëria. Po, dhe zoti Bislimi, sa është numri i monumenteve trashëgimisë kulturore që preken për të gjitha këtyre ndërhyrjeve aktualisht dhe cila është gjendja atyre aktualisht? Da mund të themi që kjo është njëra prej ndërhyrjeve më të mëdha të aseteve trashëgimisë kulturore pa leje në këtë formë që e kemi parë viteve të fundit ajo? Ka pasur vazhdimisht raste edhe vite më parë kur palët private kanë tentuar që të zhvillojnë punime pa leje, pra kanë kry veprimet pa autorizuara në zona mbrojtëse. Mirë po me komunat kjo është hera parë. Nuk kemi pas asnjëherë rast sepse komunat gjithmonë janë përgjigjur me korreksinë më të madhe nga të gjitha periudhat e qeverisjes, e në gjitha subjektet politike e tjera në këtë pikë, fare pak kemi pas raste kur komunat janë vendos në këtë mënyrë për të rezistuar autoritetit ligjor dhe institucional të institucioneve trashëgimisë kulturore. Ne nuk kemi OEQ, jemi institucion publik. Siç është komuna institucion publik, jemi edhe ne. Në momentin që ka shkelje të ligjit, Inspektorati për Trashëgimi Kulturore natyrisht se do t'i ndalë punimet edhe do t'i ndërmarr masat, sepse ai prandaj ekziston. Nëse nuk do ta bënte këtë, ai atëherë nuk e kryen detyrën e vet zyrtar dhe lejon dëme të pafundme në gjithë Kosovën. Dhe thoni që punimet do ndalohen derisa të ketë një leje për këto vende apo jo? Patjetër që duhet ndalohen sepse ligji na obligon dhe unë duhet të meta bërsh për numrin e aseteve, numri aseteve në listë në Kosovë që e gëzojnë status juridik të mbrojtjes është për mbi 1600 asete dhe të trashëgimisë kulturore arkitektonike janë afërsisht 980 e ca asete të cilat e kanë këtë status dhe zbatohen rregullat e njëjta në gjithë Kosovën. Pra, unë po them edhe një herë, po insistoj që kjo është një procedurë standarde, një vlerësim që ne e bëjmë rast pas rastit dhe që njëjtë veprojmë në gjitha rastet që ndalojmë punime kur punët bëhen pa leje. Rreziku i trashëgimisë kulturore edhe ashtu në Kosovë është i jashtëzakonshëm nga presioni i ndërtimit, nga shumë kërkesa e projekte. A ka monumente të cilat janë shkatruar për shkak të këtyre zhvillimeve? Ka asete që janë shkatru për shkak të kësaj me qëllim të ndërtimit, ka procedura penale që janë ndërmarrë, ka dënime që janë dhënë deri tani. Mos të harrojmë që puna pa leje në trashëgimi është vepër penale. Është ndeni 354 dhe 355 i kodit penal, i cili e parashikon që çdo ndërhyrje pa leje në asete dhe në zona mbrojtëse, që mbrohen me ligjin për trashëgimi kulturor është vepër penale, dënohet deri në 3 vjet burg.
Dhe për këso rastesh ka dhe dënime deri në këtë moment që po flasim, ka dhe akt akuza dhe duhet kuptohet qartë që edhe këto raste që po flasim në komunën e Prishtinës, që të gjitha janë referu në organet e ndjekjes. Pra keni kërkuar hetime, keni dërguar dokumente, dëshmi hetime. apo çfarë? Me çfarë dyshimesh keni kërkuar nisjen e hetime? Pikërisht me dyshimin për kryerjen e veprës penale të punëve të paautorizuara në trashëgimi kulturore dhe vepra tjera penale të ndërlidhura me rastin dhe sa jemi të informuar këto hetime veç se po vazhdojnë. Po vazhdojnë. A keni dorëzuar dokumente të tjera apo keni pasur komunikime të tjera me policinë ose prokurorin për këto hetime? Kemi pas komunikime vazhdimisht, sepse në kuadrët të Ministrisë Kulturës funksionon task forca për koordinimin e punëve ndërmjet autoriteteve institucionale të zbatimit ligjit, ku janë përfaqësuar Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial, Policia e Kosovës, Ministria e Mjedisit, Ministria e Drejtësisë, e Punëve të Brendshme, Ministria e Kulturës, Inspektorati për Trashëgimi Kulturore e tjera dhe ku shkëmbehen informatat, ekspertizat, rastet, dhënat, dokumentet dhe kjo e gjitha shërben për të ndihmu organet e ndjekjes penale që këto vepra penale kundër vlerave të trashëgimisë kulturore të ndiqen me një efikasitet shumë më të lartë se sa që janë ndjekur deri më tani. Po, dhe të mbetimi se gjithashtu ka pasur punime në sheshin Gjergj Borçi. A keni informata nëse është prekur edhe zona që konsiderohet si që ka statusin e veçantë të trashëgimisë kulturore ajo? Përgjithësinë për të monitoru punët në zonat mbrojtëse në territorin respektiv e kanë qendrat rajonale për trashëgimi kulturore për Kace. Ajo është institucion varësi Ministrisë Kulturës. Unë besoj që zyrtarët tanë profesional e kanë hartu tashmë raportin për zhvillimet në zonën mbrojtëse të sheshit qendrës historike të Prishtinës, faktikisht të referohemi me emërtim zyrtar. Nëse ata janë duke bërë punime në pjesën që nuk përfshihet në zonën mbrojtëse, nuk kanë punë me neve. Dhe kjo është arsyeja pse në ditën e parë ne nuk i kemi ndalu punimet. Nuk ndalojmë ne punime aty ku s'kemi autoritet ligjor. Dhe ku nuk kemi mandat ligjor. Ne ndalojmë punimin në momentin që ata përfshihen në zonën mbrojtëse. Nëse kemi një informacion që ata kanë zhvillu punime, sigurisht që ne do të lëshojmë përsëri aktet e nevojshme të procedimit të inspektimit dhe të kontrollit, me qëllim që këto të dokumentohen në dosje dhe të dorëzohen në organeve të ndjekjes për dyshimet për vepër penale për punë pa autorizuara në trashëgimi kulturore. Atëherë ju falenderoj që ishit sot me ne dhe ndatë të informacione. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës.